Nesër deputetët do të vendosin për interpelancën e 5 anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, të cilët janë imëruar nga ana e Kuvendit. Në të njëjtën kohë Këshilli ka caktuar seancë, por sipas kryetarit Aleksandar Kambovski, nuk do të ketë pengesa që ai anëtar që dëshiron të shkojë në Kuvend dhe të prononcohet për interpelancën. Доколку некој од колегите изрази желба да отиде таму и да даде изјава, ние тука ќе прекинеме седмицата и ќе го чекаме колегата да се врати. Значи нема да има никаква пречка ни во собрание, ниту во судскиот совет. Sipas LSDM-s, me interpelancën ka ndodhur sulm në pushtetin gjyqësor, prej atje thonë se nëse Këshilli Gjyqësor rënohet në këtë mënyrë, më pas do të vinë gjykatësit të cilët nuk janë sipas vullnetit të pushtetit. Deputetët e LSDM-s nuk do të marrin pjesë në votim. Ова представува школски пример за директно и грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото и особено за поделбата на власта на законодавна, извршна и на судска. Власта предводена од Мицковски на лице место континуирано ја демонстрира својата злонамера за целосна партизација и политичка контрола врз правосудниот систем. Nga VMRO DPMN u përgjigjen se opozita me qëllim i mbron gjykatësit dhe prokurorët për të ikur përgjegjësisë për siç thon krimet e bëra. Како председател на судскиот совет беше Весна Дамева, која како член на партиска комисија на СДС активно го спроведуваше политичкиот и криминален интерес на својата партија. Дамева не само што ги поттикнувала, туку и ги организирала незаконските дејства за да ги исполнува нарачките од тогашниот премиер Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Interpelancën e dorëzuan VMRO DPMN vlen dhe znam, por nuk dihet se çfarë mekanizmash do ndërmarr pushteti nëse interpelanca miratohet në Kuvend dhe nëse anëtarët e Këshillit nuk japin dorëheqje. Kryeministri Hristian Mickoski thiri anëtarët të japin dorëheqje duke kërkuar prej tyre të tregojnë virtyt. Vesna Dameva, Tatjana Çaçarova, Ilievska, Selim Ademi, Pavlina Crvenkovska dhe Milazim Mustafa theksuan se duhet pasur arsye reale për dorëzuar dorëheqje.